Dashur miq, shkoat realizojmë intervistën me të ftuarin në studio. Kam nderin dhe kënaqësinë që me mua bëjë të nderuar televizionist në studio të kem doktor Besim Hajdari, kirurg maksilofacial. Doktor, mirëmëngjes dhe mirë se erdhën në studion tonë. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit që kem në studio. Shumë faleminderit. Do të flasim për një temë që zaten nuk e besoj që kanë dëgjuar të shumë televizionistët tanë për to, ka të bëjë me implantet dentare zigomatike dhe fillimisht televizionistët janë kuriozitar të dinë se çfarë janë këto implante. Me humbjen e dhëmbëve, njerëzit e humbin përveç funksionit të ushqimit, të ushqyrit, të humbin edhe pamjen, faktikisht estetiken, e humbin edhe konfidencën, edhe kërkojnë zgjidhje. Në praktikën time të përditshme, hasi shumë pacientë cilët ju kanë thonë që nuk mundesh me qit implante. Nuk i kock, edhe s'mundesh me vendos ma implante. Nga se dëmtimi ka qenë aq i madh. Dëmtimi ka qenë aq i madh për shkak se në përgjithësi në Kosovë, kohët e fundit jemi të punu jo shumë mirë në lamin tonë. Faktikisht është i vetmi vend në rajon, për mos me thonë edhe në Evropë, ku dhëmbët bëhen për qef, dhëmbët gryhen për qef. Plot të ri e treja, qoftë showbizit, qoftë njerëz normal, për shkak se i ka bo konota janë, po du mi bo dhone dhëmbët, shkojnë edhe i gryjnë dhëmbët. Pastaj lindin problemet. Me humbjen e dhëmbëve, fillon të humbë edhe kocka. Me kohët e fundit, shumica pacientëve nuk dojnë ma proteza që hiqen e vnohen. 99% të pacientëve dojnë punime protetikore fikse, të cilat nuk hekën. Për shkak se sot është koha ku njerëzit kanë kontakte me këtë botën, edhe nuk është mirë nëse ti je me një protezë që vazhdimisht e ki frikën që ka me tra. Për këtë arsye kemi gjetë zgjidhjen që secili rast i cili është edhe rasti më i vështirë, ku nuk ka fare kock, sidomos novullën e sipërme, ta bëjmë me implantet të cilat e kanë revolucionalizuar implantologjinë dentare në botë. Janë implantet të cilat vendosen në kockën e mollzës, domethënë na e quajmë kocka zigomatike, duke e kalu komplet novullën e sipërme, për shkak se ajo është rrafshme, domethënë është shkriqet shumë kocka dhe sinost kanë raq poshtë, sa nuk ka ma kock për me vendosë implante të zakonshme. Këto implante ankorohen apo ngjiten në kockën e zigomatike, cila është jashtëzakonisht e fortë, edhe na e lehtëson ose na e mundson për me ik intervenimeve kirurgjike të cilat kishin me zgjat të paktën 2 vjet derisa t'i vendosë një dhëmbë. Domethënë, me humbjen e dhëmbëve, pacienti ka 3 mundësi. Ose me nejt pa dhëmbë krejt, ne shohim pleqët tonë kanë hangër me ose duda të njëtën edhe nuk e kanë pas të lash, ka mundësi me vendos protezë, edhe ka mundësi me bo implante. Tash, kur shkrijet kocka qaq shumë, nuk ka ma mundësi me vendos implante të zakonshme. Implanti maj vogël që i ma në diçka është 6 mm, 7 mm. Nëse nuk ki fare kock, duhesh me bo shtim të kockës. Shtimi i kockës i kërkon 6 muaj derisa të forcohet. Pastaj duhesh me i vënu implantet, me prit prap 6 muaj, mandej me i hap edhe njerë, edhe tek mas 1 vjet e 1 vjet e gjys me u bë me dhëmbë. Sot jeta dinamike, shumica e pacientëve nuk presin ma për me vendos implante me ka 1 vjet, me ka 2 vjet, mirë po dojnë me bë zgjidhje më të shpejt. Zgjidhja më e shpejt është me implante zigomatike, është një operacion i cili zgjat rreth 1 orë, 1 orë e gjys, bëhet në anestezion të përgjithshëm, ose në anestezion të thellë intravenoz që e quajmë, ku pacienti është pjesërisht i vetëdijshëm, për shkak se na vyn neve kthau knej, kthau anej, kapsho me qenë i komunikueshëm me neve. Dhe mbrena orës vendosen spaku 2 implante zigomatike, 2 implante mrapa pterygoide dhe 1 ose 2 implante përpara ku mundemi me u qas në dyshemën e hundës. Dhe mas 1 ore merret masa
me njerë mas operacionit, masa merret gjithmonë digital, me skanera intraoral, dërgohet në laborator dhe mbrëna ditës ja bëjmë dhëmbët të cilët fiksohen në implante, edhe në zigomatike edhe në ato tjerat, dhe mbrëna ditës pacienti lirohet nga klinika me dhëmbë që brenda ditës kryet çdo gjë dhe pacienti mundet lirisht mas 3-4 ore me hangër, me pi, me dalë në jetën e vet me vazhdu normalisht. Problemi kryesor është që këta pacient kanë shkrimje qeshtë të madhe të nofullës dhe dukja e këtyre pacientëve është sikur nofulla e poshtme del gati krejt jashtë dhe mandej kur të vendosen dhëmbët ka një ndryshim jashtëzakonisht të madh, edhe estetik, edhe funksional, edhe pacienti është jashtëzakonisht i kënaqur me rezultatet. Mandej shumica prej këtyre i kanë humbë dhëmbët edhe poshtë. Edhe problemin kryesor e kam kur vijnë këta pacient mas një javë ose 2 javë me bobë nofullën e poshtme. Nofulla e poshtme bëhet në anestezion lokal, është intervenim i thjeshtë që zgjat 20 minuta, vendosen 4-5 implante dhe vendosen dhëmbët. Mirë po, dhimbja edhe problemet postoperative të këta që i bojnë anestezion lokal është shumë më e madhe ankesa se sa të këta që i bojnë nofullën e sipërme, për shkak se na i përgatitim me barna gjatë operacionit edhe pas postoperativ që as nuk ajën, as nuk kanë dhimbje, sidomos nofulla e sipërme është jashtëzakonisht mirë e tolerueshme. Pra zgjidhja më avancuar edhe. Është teknologji jashtëzakonisht e avancuar, kërkon ekspertizë të jashtëzakonshme, eksperiencë të madhe edhe njohje të anatomisë të këtij regioni jashtëzakonisht mirë. Është region i cili kufizohet i ki një 10 mm hapësirë ku duhet me punu. Këtu janë nervat e fytyrës, të cilët duhesh me pas shumë kujdes, është orbita, nëse ti vetëm një herë hub drejtimin dhe futesh brenda në orbit, mundesh me shkaktu dame shumë të mëdha. Ata do të jenë shumë i specializuar dhe i përgatitur për këtë arsye, këtë intervenim fatkeqësisht për momentin e bëj vetëm unë në Kosovë. Është dash dikush me hyrë këtyne intervenime. Mirë po, si intervenim është jashtëzakonisht mirë i tolerueshëm, nuk ka rreziqe shumë të mëdha kur ki ekspertizë të mjaftueshme, kur ke vendos shumë implante të zakonshme. Nuk është ndonjë problematik për shkak se brenda një ore gjys, si më thonë, kryhet komplet intervenimi dhe nuk ka zakonisht nuk ka komplikime. Komplikimet janë gjithmonë të mundshme për shkak se kryhet në anestezion të përgjithshëm, janë komplikimet e anestezionit të përgjithshëm që mund të jenë, pastaj komplikimet tona, një pakujdesi e vogël, një kputje e nervit, ta humb karrierën, edhe është shumë delikate. Si friksojmë shumë në teleshikuesit, për të duhet jesh mirë i përgatitur. Ma tepër është për kolegë se sa për pacienta, unë thash për pacienta është jashtëzakonisht intervenim i thjesht, pacientit nuk i kujtohet absolutisht asnjë gjë, e kryen brenda ditës, shkon në shtëpi me dhëmb, del në studio i jep lajmet dhe pa ndaj të lartë. Këtë jasnjës mu e frika nga stomatologët. Është telash e madhe se na sot kemi ekspert shumë të mirë të lamive të stomatologjisë. Kemi paradontolog të cilët janë me renome botërore. Kemi implantolog, kemi kolegë që bojnë punë të jashtëzakonshme. Mirë po, me vendosin e implanteve nuk merr fund gjithçka. Pacienti vjen t'i jep do pare edhe mendon që është kryer gjithçka. Ato janë të përjetshme. Nuk ka intervenim kirurgjik në kërkon në botë që është i përjetshëm. Nëse ti nuk vjen në kontroll, pacientat tonë zakonisht jetojnë jashtë. Ata nuk vinë në kontrolla, shkojnë i ka kry edhe thotë unë e zgjidha problemin për jetë. Nuk zgjidhet ky problem për jetë. Pacientat vinin gjithë, që shkesh në fillim të thonë, pacientat e ri po i gryjnë dhëmbët. Mas 10 vjetë, 15 vjetë ata duhet me ndru, fillojnë me lëviz. Në momentin që ti i lën dhëmbët me lëviz, pa i trajtu te paradontologu, te eksperti i asoj fushe, sa ma gjatë që i lën dhëmbët të lëviz, ata e shkrijnë kockën edhe vjen fundi kur ti duhesh me ardhë me qit implante zigomatike. Do të më shumë kujdesem për pamjen, sesa dhe për atë anën shëndetësore, nërsa. Pamja është dashur në qenë e fundit.
pamja, sidomos moshat e reja, nuk preferohet në asnjë mënyrë me u gry dhomjet, i keq, i shtremt, i zi, i bardh, më i mirë është të ta mbyet. Mirë po, në momentin kur ti ke vendos me i gry dhëmt, të ka shku periudha, na duhet me paramendu një njeri që zakonisht na i thojmë pacientëve që martohu me ta, duhet ta njëtën mi përcjell, duhet ta njëtën me u marrë me ta, me u kujdes për ta. Me u kujdes për ta, pacientat nuk vinë. Momentin kur shkojnë, kur i hekim andaj gjithë dhëmt, i thu dikujna që ti kimi hek krejt dhëmt, është ndërmarrje jashtëzakonisht e madhe me i hek krejt dhëmt një pacientit. Mi ja vendos komplet mandej implantet, edhe tash ai mendon që u kry gjithçka. Momentin kur ti i ke humb mandej edhe implantet, i ke humb komplet edhe kockën që e ke pas, vjen një kohë kur ti duhesh lyp me çdo kusht me vendos diçka fikse se je mësu, ma nuk mundesh me bajt protezën, nuk edhe duhesh me ardh me bë implantet zigomatike. Janë implantet cilat thashe kanë revolucionarizu implantologjinë dentare për shkak se kryhet gjithçka shumë shpejt. Komplikimet janë jashtëzakonisht të rralla. Minimale. Përqindja e suksesit është mbi 98% me statistika botnore. Ka qenë një thanje përpara e njerëzve kur e kanë zbulu faktikisht implantet zigomatike dikon vitin 1987. E ka marrë një hov edhe mandej ka ra interesimi për këto implante. Pse? Për shkak se është thënë që nuk mundet me i bë gjithkush, nuk bëhen këto vetëm në salë të operacionit, duhet me i bë vetëm kirurgu, vetëm kësi, edhe kolegë kanë fillu me u friksu. Edhe e kanë lanë këtë farë. Mandej, dikon vitin 2020, ka fillu me marrë hov, edhe sot është bë trendi më i madh botnor i vendosjes së implanteve për shkak se çaq shumë ka ardhur numri i komplikimeve të implanteve të zakonshme, sa janë detyruar me gjetë zgjidhje. Tash, momentin kur ti nuk ki zgjidhje për me bë me implantet të zakonshme, me shtimin e kockës gjithmonë ka komplikime. Komplikimi është i parë se duhesh me bë 3-4 operacione, që secili operacion kushton. Mandej, duhesh me prit shumë gjatë. Zakonisht pacientat nuk dojnë me prit edhe kjo është arsyeja kryesore që vinë me i bë zgjidhjen e menjëhershme. Doktor, sa kanë informacione populata si popullatë për këtë zakonisht lloj implanti? Zakonisht populata nuk ka informacion, mirë po kolegët të cilët merren me këtë lami e dinë shumica prej tyne, shumica kanë kryer edhe trajnime në përbot edhe për implante zigomatike. Mirë po vendosja tyne është pak delikate, për që ata duhet me pas një qendër referente ku pacientat duhet me gjetë zgjidhje. Janë implantet cilat është stadi i fundit që provohen sa në tjera, edhe vjen i fundi për me ardhë. Domethënë, edhe indikacionet për me vendos këto implante janë shumë të ngushta, janë pacientët që s'kan totalisht kock në nofullën e sipërme, pacientëve të cilët ju kanë lëshu sinus dhe është shkri kocka, domethënë, pacientë të cilët nuk dojnë me bajt protezë të lëvizshme. Ata janë shumë numër i madh i pacientëve, sidomos njerëz që punojnë, e kanë frikën gjithmonë që kam i ra proteza, se proteza e lëvizshme, mandej nuk është ushqyeshmëria, nuk është normale, nuk e ndin ti shijen e ushqimit edhe nuk je komod, edhe njerëz të ri faktikisht nuk dojnë ma me pas sa në që heqen e vënohen në gojë. Profesor Branimarku, i cili ka zbulu, e ka edhe një thanje mjaft interesante që thot nuk ja vlen me shku për kësaj jete me dhëmb të vendosur në gotë afër shtраtit. Domethënë, duhesh mi gjetë komplet zgjidhjet për me jetu me dhëmb tu më shku anej. Një pak humor, doktor. Po çfarë duhet kenë dhe parasysh pacientët para se të vendosin? Zakonisht, para se me vendos implantet zigomatike, ne i bëjmë analizat e gjakut. Analizat komplet të gjakut e shohim çysh e ka gjendjen e përgjithshme pacienti. Mandej, duhet me bë një planifikim jashtëzakonisht të sakt me rentgen tridimensional. Pas
këtë konsultimeve të mundshme që bajeg hezitojnë pacientat kur t'ju thu që i ka me të ngjit implantin, që ka me pas probleme, do më thonë duhet m'ja shpjegu komplet me kronologjin e intervenimit, pastaj caktohet një termin për me u vendos implantet. Bëhet kontrolla te anesteziologu, edhe si intervenim është jashtëzakonisht i shpejt, i thjesht, po me shumë kujdes. Lyp shumë ekspertizë, shumë eksperiencë, edhe po më bëhet, nuk është në i telashe e madhe. Po cilat janë ato dhe rekomandimet që ju jepni pacientëve pas ndërhyrjes? Zakonisht, me njëherë mas operacionit, gjatë ditës na i majmë pacientat në klinikë. Po thot janë në vëzhgim gjatë ditës? Janë në vëzhgim deri në fund ditës, ju vendosim dhëmë të përkashëm, që punohen në laborator, edhe ju japim këshillat për ushqim. Dhe më thonë, duhet me hongër ushqimin e butë, jo me shku me hongër mishin e thotë, se tash koha e mishit, mos me shkaktu telashe, për shkak se ato implante janë shumë lartë. Ato nuk preken prej inflamacioneve të mishit dhëmbëve, për shkak se është 5 cm larg mishit dhëmbëve. Është vendosur mbi kockën mbi kockën e maksilës dhe vendosen ankorohen në pjesën, ajo pjesa që është implant, është vendosur komplet në mollë. Edhe është shumë larg prej futjes që thojnë gurzit e dhëmbëve, edhe gurzit e prishin edhe implantin e zakonshëm, për shkak se ato kur kapen, ato e shkrin ashtin. Nuk e dëmtojnë as dhëmbin, as implantin, po ato e shkrin kockën. Dhe më thonë, peshe është dimenzion shumë i madh i implantit. Ju e keni prapa, unë e kom përpara atje dhe po e shoh mjaft mirë. Edhe kur vendosen dhëmbët e përkohshëm, lehen disa hapësira për mu bë pastrimi, mu bë pastrimi nga vetë pacienti. Pastaj kontrollat e vazhdueshme të na është shumë e lehtë e menaxhueshme për shkak se këto janë me vida që vendosen në implante. Kur dojmë na mundemi me i hek, i pastrojmë në laborator, edhe i kthejmë prapë po pacienti nuk mundet me i hek. Po sa kohë preferohet që të bëhet ky pastrim? Zakonisht një herë në vit preferohet me ardhmë me i pa nëse ka. Nëse zakonisht pacientat e kanë pak të vështirë me majt higjienën atje, po pritoj. Mbajtja qenë ka pak sa më e veçantë. Është e veçantë në përgjithësi te implantet është. Po, por ndoshta te këto zigomatike, meqense duhet patjetër pjesa e jashtme faktikisht kur del te mishi i dhëmbëve është krejt e njëjtë me implantet e zakonshme. E veçantia këtyne është vetëm ankorimi apo ngjitja në pjesën e mollzës, për ndryshe pjesa jashtë e implanteve është normal sikur implantet e zakonshme. Për që ta thash, është problematik, është përparësi e këtyne, se nuk futet gurzit, nuk mujnë me shkatru këtë implant. Mundet mu thy kocka zigomatike, mundet me pas probleme tjera, mirë po gurzit nuk mujnë me dëmtu këtë implant. Është jashtëzakonisht përparësi e madhe se e dim na qysh i majmë punimet predikore zakonisht. Pacientat tonë nuk janë shumë të kujdesshëm, edhe pse i thu ish dasht me pas një farë letret në nënshkrume që edhe Mercedesit kur e blen t'jap garancian, po nëse ti hen arava i nuk t'jap garancian. Nëse me atë moment ka përfundu çdo gjë. Po. Kështu që edhe nuk asnjë kujdes i shtum as absolutisht. Kujdesi duhet me qenë 3 herë më i madh se të dhëmbët normal. Jo vetëm te implantet zigomatike, por te implantet në përgjithësi, për shkak se ato janë shumë të ndihshme prej materialeve që kapen në to. Na e bëjmë të pamundurën që mos mu ekspozu hiç implanti, as zigomatike, as implanti tjetër i zakonshëm, se implantet duhet mu fut thellë në kockë, edhe mos me pas kontakt me mishin e dhëmbëve. Momentin që hapet mishi i dhëmbëve dhe fillon me u fut gurin në mes mishit edhe implantit, e shkrin kockën edhe implantet binë sikur dhëmbët normal. Doktor, kur jemi tek mosha? Mosha zakonisht nuk është kontraindikacion për me vendosë implantet. Zakonisht këto janë të bëme implantet në përgjithësi janë të bëme normalisht për moshat e vjetra.
Mirë po, trendi botnor sot që është ka vjen i komplikime nga implantet e zakonshme. Sepse sot gjithkush po vendos implante. Do të thonë, nuk është e rregulluar me ligj kush duhet, sidomos në Kosovë nuk është e rregulluar me ligj kush duhet me vendos implante, kush s'duhet. Në momentin që vendosen pa kritere implantet, po vjen koha që ti implante zigomatike duhesh me vendos te njerëz me moshë 35 vjeç. Ku janë edhe 30 vjet tjera që mundet potencialisht me pas komplikime, çka me bëj me atë pacient. Për këtë arsye ish dasht me pas kujdes të jashtëzakonshëm që mos më ardh puna me vendos implante në moshën 20 vjeçare, 30 vjeçare. Kush mund të bëjë implante dhe kush jo? Implante mundet këtë informacion të shikuesit që implante mundet me bëj gjithkush që e ka hup një dham. Në fakt e kam fjalën nga personeli shëndetësor. Kush duhet me vendos? Po janë kriteret që këtë bota i din faktikisht mundet me vendos edhe stomatologu i thjesht me trajnim. Që edhe këtu ka raste që njerëzit nuk janë kompetent dhe bëjnë këtë. E vërtet si në gjitha lami tjera edhe në stomatologji është një problematike e madhe gjithandej. Implante mundet me vendos çdo njeri që e ka kryer një trajnim special për me vendos implante. Por duhet me pas jashtëzakonisht shumë kujdes te zgjedhja e pacientëve. Nëse ti një pacient me 20 vjeç ja ke hek këtë dhamt dhe ja ke vendos implantet, ti duhesh me përcjell atë njeri edhe 20-30 vjet tjera. Duhesh me përcaktu sakt indikacionet. Implante mundet me vendos parodontologu, implante mundet me vendos çdo njeri që kirurg oral, kirurgu maksilofacial. Mirë po duhet me pas shumë kujdes në zgjedhjen e implanteve dhe zgjedhjen e pacientëve. Unë në eksperiencën tam jashtë Kosovës, çka kum pa nëpër Evropë, nuk ka pacienta të ri që vendosin implante zigomatike as implante në përgjithësi. Vendosin moshat e shtyme, faktikisht në Itali ki përmi 60 vjet, 70 vendosin tek atëherë. Për shkak se ata e kanë kronologjikisht janë kujdes për dham. Ti në Gjermani nuk mundesh me gjetë pacient i cili ka gryj dhamt me 20 vjet komplet nalt e poshtë, veç pse më duk ma mirë edhe pse i ka bo shoqja jam ose shoku jam, me orë më duk ma mirë, për du më duk bardh. Momentin që ti ke vendosë, ke gryj dhamin tanë, ato fillojnë problemet. Por nuk është dasht, kupton. Që ato fillojnë problemet. Asnjëherë nuk duhet me gryj dhamin në shnosh. Mirë po, të na është trend, jena në kohën e TikTokut, se cili njeri po qëtë një dy foto edhe andej po bëhet viral, edhe me shkumin gjithë dhamt. Po duam të dukemi bukur, doktor. Nuk duket bukur dhami artificial. Nuk duket dhami artificial, asë një material në botë nuk i ka ofru as për afërmi dhamit natyral. As për ka fortësia, as për ka bukuria, as për ka as një parametër tjetër, për shkak se nuk është edhe kopja më e keqe në botë është, më e mirë në botë është kopje. Nuk është normale një njeri me tu 40 vjet me dhëmë të vënum. Mundohemi të dukemi bukur dhe mirë, ma atë që kemi dhe ta ruajmë. Po, e vërtet që mos të vjen koha më ndej për me faktikisht çdo ditë në klinik kam pacientat cilët vinë për mos me thonë çdo ditë, mrena javës, spaku një pacient vjen me gjendje të rëndume të kockës që gati është stadi terminal që duhet më vendos implante zigomatike. Do më thonë, jemi në një periudhë ku duhet më thonë stop njerëzve jo kompetent me bo gjana që nuk janë të thirrën për me bo ato sana. Do thonë minutat ikën shumë shpejt për ju. Dhe një pyetje të fundit, si e shifni ju të ardhmen e implanteve zigomatike në kirurgjinë maksilofaciale? Implantet zigomatike kanë me qenë trendi më i ri botnor edhe në 10 vitet e ardhshme. Për shkak se tasaj që e ceka gjatë kohës që është bo vendosje e implanteve qaq shumë në botë në përgjithësi edhe në Kosovë të na, pa kriter edhe në mënyrë jo adekuate, e ato e shkatrojnë kockën. Momentin që nuk është i vendosur direkt në mes të kockës implante, ajo shkrin kockën edhe kur shkrihet kocka ma nuk kthehet.
edhe ka me pas jashtëzakonisht shumë të lashën në të ardhmen, mirë po mundësia është që mbrana ditës faktikisht me rikthy jo veç funksionin, po edhe buzëqeshjen, konfidencën edhe krejt gjana që ka i nevojitet një pacientit. Doktor, në falenderoj shumë që ndatë ko ishim Zafir në programin e mëngjesit dhe na sharuat aq bukur. Dhe na thatë se kur duhet bërë diçka dhe kur nuk duhet bë. Dhe jo vetëm që të dukemi bukur, të bëjmë këso lloj ndërhyrjesh dhe duke menduar që po i bëjmë mirë vetës tonë, po e shkatrojmë veten tonë. Shumë e vërtet. Ju priftë mbarën punën tuaj. Presim sërish në studio. Shumë faleminderit. Për temat e tjera. Patjetër. Dashur miq, ndodhet intervistën me të ftuarin e parë në studio. Kishim doktor Besim Hajdari, kirurg maksilofacial. Vazhdojmë tutje rrjedhën e programit të mëngjesit.